Të dashur miq, mirë se erdhët në Të jetosh besimin. Sot do të flas për kohën në familje. Koha si prioritet dhe jo si mbetje. Psalmi 90 vargu i 12 thot: "Mësoni të numëroni ditët tuaja." E pra, miq të dashur, koha është një nga dhuratat më të shenjta që Zoti na ka besuar. Ajo nuk kthehet më pas. Nuk ruhet në depo, nuk blihet me para. Ajo vetëm jepet. Pyetja nuk është nëse kemi kohë, po për kë jemi duke e dhënë kohën tonë. Tregohet një histori për Abraham Lincolnin, i cili në fakt njihet si një nga presidentët më të mëdhenj të historisë amerikane. Ai drejtoi kombin në periudhën më të errët gjatë luftës civile. Ishte shumë i mbingarkuar, i lodhur, i rrethuar nga krizat vazhdueshme. Megjithatë, një nga gjërat më prekse në jetën e tij ishte përkushtimi ndaj familjes dhe fëmijëve. Ka shumë letra dhe dëshmi që tregojnë që Lincolni, edhe në mes të presionit i jashtëzakonshëm, gjente kohë të luante me djemtë e tij të vegjël, t'u tregonte atyre histori dhe t'i dëgjonte. Ai thoshte shpesh se suksesi më i madh i një burri nuk është pushteti, as paraja, por marrëdhëniet që ndërton me familjen. Një herë ai u shpreh: "Asnjë njeri nuk është aq i zënë sa të mos ketë kohë për ata që ai i do." Ky njeri kishte kuptuar se historia mund të kujtonte emrin e tij, por zemrat e fëmijëve të vet do të kujtonin vetëm praninë e tij. Më lejoni t'ju them së pari që koha është dhurata më e çmuar. Ne mund t'japim para, këshilla, dhurata materiale, por koha është vetja jon. Filozofi romak Seneca thoshte: "Njerëzit janë kopratës me parat, por shpërdorojnë kohën, ndërsa ajo është pasuria më e madhe që ata kanë." Kur japim kohë familjes, ne japim vëmendje, dashuri dhe siguri emocionale. Së dyti, ajo që planifikojmë tregon çfarë ne vlerësojmë realisht. Kalendari ynë është pasqyra e zemrës tonë. Filozofi gjerman Kanti thoshte: "Njeriu është ajo që ai zgjedh të bëjë me lirinë e tij." Pra, nëse familja është e rëndësishme, ajo duhet të jetë e shkruar në agjendën tonë, jo vetëm në fjalët tona, por në vepra konkrete. Sa kohë kalojmë me fëmijët tanë, me bashkëshortin, me bashkëshorten. Së treti, momentet të vogla janë ato që ndërtojnë marrëdhënie të mëdha, të vërteta. Nuk janë gjithmonë pushimet e mëdha që formojnë familjen, pushimet e luksit, dhuratat e shtrenjta, por bisedat e shkurtra, sinqeriteti, një kafe së bashku, një shëtitje në pyll, një lutje në mbrëmje. Zakonet e vogla të kohës që ne ndajmë, që bashkë ndajmë, ndërtojnë besim të jashtëzakonshëm. Ndaj sot pyetja që Zoti me shumë mundësi na bën është një pyetje praktike. Ku po shkon koha jote? Apo e jep më të mirën tënde familjes, apo vetëm je duke i dhënë asaj mbetjet nga lodhja jote? Çfarë ndryshimi të vogël mund të bësh sot? Ndoshta një telefonat, një darkë, pa ekranet e televizorit, pa telefonin në dorë, një lutje të përbashkët, një histori që i tregon fëmijëve të vegjël, kohë me bashkëshorten. Të dëgjosh duhet qenë i vëmendshëm dhe pa nxituar. Koha investuar në familje nuk humbet asnjëherë. Ajo kthehet mbrapsht në paqe, siguri dhe kujtime që ndërtojnë jetë të bekuara. Le t'i lutemi Zotit së bashku: Zot, më mëso të numëroj ditët e mia me urtësi. Më ndihmo të mos e harxoj kohën në gjëra kalimtare, por ta investoj tek njerëzit që ti më ke besuar. Më jep një zemër të pranishme në familjen time dhe një vullnet që ta bëj kohën prioritet dhe jo mbetje. O Zot, më bë administrator të mirë të ditës. Në emrin e Jezusit unë lutem. Amen. Zoti ju bekoft miq, shihemi sërish nesër.